Nga një mjeshtër e madhe do të kalojmë tek një tjetër mjeshtër. Është një djalë i ri, shumë i talentuar, vërtet fantastik në shumë disiplina, po në ciklizëm, po për këngë një herë, për tekst shkrime, shumë fantastik, por edhe shumë spontan në intervistin e tij. Mateo Balaj përcjelli murimin e tij. Big B, Mateo Balaj është me ne në Tatokim. Është një intervistë e bukur dhe veçantë, mendoj unë. Tani Mateo, si shkoj 2025-a? 2025-a ka shku perfekt. Çdo vit me eksperjenca të reja, gjana, pëlqen me bë gjana që si kam bë ndonjëherë. Dhe me që po flasim për eksperiencat e reja, cilat ishin disa nga eksperiencat më të bukura që realizove gjatë këtij viti? Atëherë, gjatë këtij viti, unë për herë të parë provova me garu në Belgjikë, nga që marrëm me sport. Marrëm me ciklizëm, edhe në Belgjikë ishte një eksperiencë e re që më dha mundësia për me garu me ekip belg. Sa i lumtur je për këtë? Shumë i lumtur për çdo arritje, për çdo gjë të re. Është gjithçka shtyce për hopin tjetër. Si gërsheton kaq bukur të dyja, edhe muzikën, artin, por edhe sportin? Momentin kur kam ndonjë problem, ndonjë stres me sportin, e shfryn muzikë. Edhe muzika që bëjon është muzikë rap, po nuk është të bazuar veç te rapi, jam domethënë me një hapun të çdo lloj zhanri. Ku e merr frymëzimin ti për të shkruar këngë? Frymëzimin e marr atë është më shumë si pjesë si e riparoj unë vetin. Kur kam ndonjë problem, ndonjë gjë, e shfryn në tekst. Edhe ashtu mendoj se është diçka që më ka marrë një gjendje. Kush ishe i pari apo e para këto tekste? Shogër mi ngusht. Sa kritik është ndaj teje? Për kritik, unë edhe po isha gabim, të bravo se. Pra është më tepër në këtë anën mbështetëse, në këtë anën mbështetëse edhe shtytëse. Po. Unë jam i lumtur që ti ke një shok të tillë dhe ne e përshëndesim nga Tatokim. Tani, cilat janë synimet e tua për vitin 2026? Se gati iku viti 2025, edhe cilat mendon ti se janë disa nga pikësynimet që ja ke vënë vetes si për t'i arritur si qëllime? 2026 normal që mendoj me vazhdu si karrierën e sportit edhe karrierën e muzikës. Edhe shpresoj që edhe me bë gara ndërkombëtare më shumë, si dhe edhe evente më të mëdha me muzikën. Së fundmi ishe në një event përpara bashkisë. Si ishte publiku? Si ishte atmosfera? Si e pret Shkodra fundvitin? Atmosfera ishte mirë, Mundej më mirë? Mund të më mirë, sepse tonë lokalet janë rreshtu me karrige, xet, konet, rehat. Jo a krijojnë qytetarëve këtë luksin të dëgjojnë muzikën rehat? Për njerëz ko pas, por kisha pas qef që të pak 2026 një ata që kanë kënë ullë tonë me kënë, për ball skins. Po nejse, ko pas njerëz, thjesht, okej. Kisha pas qef më shumë ritëm, më shumë gjithçka, edhe ka ona pjesës performancave. Mbani vesh njerëz, se nuk po flet kot Mateo, për ju i ka të gjitha. Ndonjë kompeticion muzikor ken plan në 2026? Po, pse jo, domethënë, nëse edhe Tirana organizon ndonjë gjë, ose edhe në Shkodër, pse jo, Te urojmë shumë suksese. Përpara se të marrin urimin përfundimtar, e bëjmë një lojë bashkë? Kjo loj nuk ka fitues. Kjo është vërtet një loj funny, por duket që Mateo është vërtet shumë i përshëndruar në atë që ka bën. Mateo, një urim për të gjithë miqt e Tatokim? Një rej të tonë dhe një vitë sa më të marë, edhe me kreativitet, pozitivitet, të në të mirët, edhe
qëndroni të bashkuar gjithmonë. Faleminderit shumë për momentet e bukura që na dhurove. Faleminderit. Faleminderit. Take my two and a half, make a back your take my graph. For a ball we split in half, just me and my thoughts like taking them off. Picking them up when I track big off. Was a bit hot, and the set is hot, but I keep winning and breaking off. You show me look, then you turn your back, then boss go back and fix me. Last time I almost broke her back, I know what she won't fix me. I'm spitting bosses, spitting come on, no, we keep it rock. I'm with a phone and grabbing a pop, I'm with a phone and grabbing a I'm with a phone and grabbing up, pussy be holding my stamina, I'm sitting with a plan, I'm going up like I see four, I'm throwing up. Even a back, I'm throwing up. If ups are afraid, I'm throwing with them. If plastic high, I'm mowing them. But instead they copy me. 1, 2, 3, my head. You gon' kill my G, gon' feel this energy. Where you from? Shift me. Cause you playing with me. I don't have no ice, I'm piss, I'm freezing. Put a whole ice in a contract teasing. 6 4, 2 and a half. If you go back, you'll take my graph. 4 balls splitting off. Just get my foot by taking them off. Thinking about when I'm tracking off. Was a bit hot. And I said it's hot, but I keep winning and breaking hot. Yeah, pokus podra jamet po poqoti me kufi. Po pa jetë po na ki, po nuk ka shok se me do t'shi. Ina po fukaro, po më që po na e që shok. Po mes po qo, që sa me po se pra ku qo. Wait. Look. I'm going to fall for the bait, going to fall for the hate. Oh no way. Remember that time I got your toes on that with a bunch of fours, of course you know that one of those you a big coat, the bitch of force. I got a big coat and I put it to use. Bro, this back up, I can't refuse. What if I win? What if I lose? What if I break that Canada fuse? I'll keep myself on low top, I'm an international fucker. They don't wanna see me fuck up, or they get this off my upper. 21 and I'm still getting hotter. What do they think I caught up? BBL, Chica Nova, she was saying Big B is proper. Yo! Love that.